Bashkësia Islame e Kosovës ka luajtur një rol të veçantë. Ajo ka kontribuar me informacione të vlefshme rreth shkatërrimit të trashëgimisë kulturore islame. Përgjatë historisë, Bashkësia Islame ka dëshmuar se është një shtyllë e rëndësishme për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare, fetare dhe kulturore në vendin tonë. Kjo ekspozitë organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe ajo e Bosnjë e Hercegovinës ka rëndësi të veçantë sepse dokumenton në mënyrë të qartë dhe të argumentuar shkatërrimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore si pjesë e një strategjie të qëllimshme për fshirjen e identitetin kulturor e fetar të popujve tanë. Përmes dokumentimit të fakteve, shifrave dhe shembujve konkret, kjo ekspozitë shërben si kujtesë kolektive, si dëshmi historike dhe si thirrje e fuqishme që krimet ndaj trashëgimisë kulturore të mos relativizohen, të mos harrohen dhe të trajtohen me përgjegjësi dhe drejtësi. Ruajtja e kujtesës, dokumentimi i së vërtetës dhe kërkimi i drejtësisë mbeten detyrime të përhershme të shtetit tonë.